Qysh kemi pas dallime dhe debatet forta politike këtu në studio si analista, kemi me vazhdu me pas betejat e tilla ideologjike për fenomene të ndryshme që ndodhin këtë shoqëni edhe si politikan. Edhe kështu që turoj sukses në rrugtimin tënd politik. Te pjesa sa po të besaj moderumi, po më pëlqen. Te pjesa kjo faza e parë, gjithmonë kur hartohet kushtetuta, preambula është këgja e butë, e bukur, po mazane kur t'him dispozitat pelat kushtetutës, mazane preambula shtete kushtetutës së Bashkuara të Amerikës thot pursuit of happiness me një glumtunin. Pa ka qenë kushtetutë shumë e vjetë, kështu që këto kushtetuta moderne, dispozita janë këgja. Po, është e vërtetë, në momenti kur ti hyn një herë në gare, edhe keni vlerësim të madh për qytetarëve edhe të votojnë, normalisht që masanaj të arrit një farë mënyrë obligimin që mos me u dorëzu, po me vazhdu betejën politike dhe rrugtimin politik. Nuk është vetëm kjo që më ka bind, pra vetëm vota që rreth 8.000 vota i ka marrë në zgjedhjet e 9 shkurtit që me vazhdu betejën politike ose rrugtimin politik, po është edhe ajo që mënyrën se si e shoh në politikën. Unë vazhdimisht e kam thënë që politikën nuk e shoh si profesion, për shkak se kam 2-3 profesione tjera që muna me jetu e me mbijetu pa problem, por politikën gjithmonë e kam pas si mision, dhe gjithmonë politikën nuk e kam pas si një garë shkurt, por kam pas si maraton, kështu që e kam nisë këtë maraton dhe kam e shku deri në fund, nuk kam mund dalë asnjëherë për me kontribu përmes politikës për vendin tim për Kosovë, kështu që kjo është arsyeja fillestare, normal që arsyeja dytë është që munaj qysh Ramush Haradinaj i ka nejt krah Kosovës në ditët pa të vështira të saj, në luftën në shtrisë lirimtare të Kosovës, e që sidomos unë që vi për aty vendit e di e kam përjetu vetë që çka ka bërë Ramush Haradinaj për atë vend, edhe kjo me obligon që unë me qenë krah Ramush Haradinajt, qysh Ramush Haradinaj ka qenë krah Kosovës dhe që vazhdon me qenë prapë krah i Kosovës, dhe që gjithë së bashku, pra ne që jemi në aleancë, që jemi në listë, bashkë me Ramush Haradinaj me vazhdu me i qëndru